Paraqitet gjendja e rrugës në zonën tuaj? Dhe zonën tonë është për turp. Është shumë keq, gropa ja tani na aty në gropë dy gropa ja siç ka lënë në kohën e monizmit. Është grato rrugë dhe njerë që shtruan njerë me prunca bitum nga përpunimi ndeja. Atë është qau traktori me dhema. Sa vite ka në këtë gjendje? Po, sa të temë ti, që kur kam lindur unë, kështu ka qenë. Jeni ankuar? Po, kemi edhur vetë, kemi marrë vetë, e kemi shtruar vetë në ca pjesë. Tani, po na bjen ca zhavorë, ca shu tani, da i dhe shtruaj vetë. Ja dhe dhjena prunca gure të lakë. Ju është premtuar kjo rrugë në përfushatat elektorale? Po, është premtuar. Dhe s'është bërë? Edhe nuk është. Si jetoni, sidomos në dimër? Po, ne si shkemi jetur. Si ja dilni në shi? Si dilni? Tu, që dalim ma bashavarës, me keq. Rrugë s'kemi. Rruga është në Katar, aty, Afganistan, nuk e di se ku bie, ku bëhet luftë. Rruga. Sa vite ka në këtë gjendje? Sa ma e me kam 20 vjetë nuse këtu. Kjo punë është. Është premtuar në njerë? Sa herë vinë ata fushatat? Vim për të votuar ose kur vinë votat, na njëherë thonë si dunë votat tuja, na njëherë do ta bëjmë, hedhin çik këtym aty edhe kaq. Si është në dimër kur bie shi? Që të themun, do vamporën me të dalësh. Me anije. Nuk del do të me grua, të hysh në shpitime vetëm tym ka tani, që fillon beari, në dimër balja, sot e kam larë shpinë. Qa të them tjetër? Kjo lagja këtu është e tërë pensionista, vetëm rrugën kërkojmë, në asgjë tjetër. Se me lek në majnë kalamajnë të ndërë. Na thanë që ka dhe munges kanalizimesh. Po s'pati kanalizime, rruga shu do bëhet. Nuk hynë fare bashkia këtejme. Ne jemi këshu me njerëzit në Kuçov, tokan Perondi, gjysma është në komunën e Kozares edhe nuk përgjigjet asnjë për këtu. Këtu njëherë në 4 vjetë që vjen njeri për votat, hodhën një rrugë tym aty, ca kohë mori ujë, ka dalë aty poshtë e pusi. Jetohet në këto kushte? Po çfarë them unë shkret? Ja, jetohet, ne kërkojmë minimale, nuk përkërkojmë ashtu. Jetesën kur I thonë, se të ecim të paktën, të vëmë te doktori. Se vetëm plejsh janë, të rinë ku janë. Ka nikur me, ja unë kam 2 çuna, ka nikur jashtë. Ja dhe çupa ashtu. Nuk ka këtu rinime. Edhe kalamajnë 2 qilmike atje më tanë, që lozin, s'ka. Edhe ato I marrin gratë shkretat zvarë, ngelin pa punë, se I nxjerrin tek thesa, shkojnë në Kuçov se rregullohet shkolla. Kaq. Gratë pa punë se s'vjen dot në punë, se qilmiu në orën 7 ikën, 11 do vesh ta presësh. Mos është rruga ajo që I ka bërë dhe njerëzit të largohen. Po çysh me si ka bërë, po rruga është kryesorja, me është jetesa, rruga, uji, puna janë tëra. Hajde se punë jemi mosh pensioni, s'po e kërkojmë atë punë. Po rrugën gjyna, vend nafte këtu, të dalë Arizina toka, e mos kesh ku të kalosh, është turpi botës. Turpi botës. Gurorja ja ku është aty, nuk ve gurorja. Çaku. Faleminderit. Sa ka kjo rrugë në këtë gjendje? Kjo rruga në gjendje po bën afër 30 vjet në këtë gjendje. Dhe nuk është bërë asnjëherë? Asnjëherë s'është bërë. Ja kanë thënë për të bërë, po asnjëri nuk është ka vendor. Sa familje janë këtu rreth e qark? Po, mund të jenë 15 familje janë këtu, por është lagja lartë që kalon këtu prapë. Këte janë një 30 familje tjera. Bëhet rreth 100 familje. Po, aty. Dhe kanë ngelur më thanë vetëm mosha e madhe, sepse rinia ka ikur. Po rinia do ikin tani, se s'ka qa bëjnë këtu, me qa do merret. Rrugë s'ka. Asin gjë, do më punë prapë, s'ka. E kështu që determinisht do ikin të rinë, se s'ka perspektiva nuk është. Është për ti ku jashtë, me jo për ne të këtu. Jetohet në këto kushte? Po s'jetohet, po qa të bëjmë? Në të keq, vuajmë që në jetojmë. Jeni ankuar në njerë? Jam ankuar, po asë njerë nuk bëm për qapje. Çfarë ju ka thënë bashkia? Bashkia të marrë më ujtë ngratë, ja do ta bëjmë, thot, kur vinë votat vinë ata. Po ku s'ka votat, thonë, marrën votat të ikin edhe as do ta din fare. Ja, që si keni parë vetë. Sa vite ka kjo rrugë në këtë gjendje? E pa ta shtrun I hodhën një qakull të bardhë, 10 ata. Ra shiu e mori fare atë qakull.
Që lisë vetëm D4 me lafë këshu, po edhe gegën, po gega i kanë lartë. Ju po thoni që nuk është jetë asnjëherë asfalt. Asfalt nuk është shtrur kjo, vetëm me qakull, ka ekzistur më përpara kjo, këshu. Si ja bëni gjatë dimrit kur bien shira? Që vemi, shiu, më hynëm në borë atje se është me lartë, të borë ime është me holë, po kam një poset që të delë të bacion. S'ka kanalizime, anash, rruga. Jo, neve kemi vetë, kemi vërdhet në shumë. Rruga këtu anash, s'ka. Jo, s'ka, nuk ka. Kanalizime të ureve të larta nuk ka? Nuk ka, jo. Po në behar si ja bëni? Ka pluhur, ka? Pa ujnë behar. Në lumë marim për të vaditur. Ja, kanë të bacionin aty, kje majtë shtrirë, dimër dhe behar. Jeni ankuar për gjendjen e kësaj rruge? Neve, si familje, jo, po. Mase do jenë ankur të tjertë, nuk e di. Po ja u kanë premtuar si rrugë? Po këshu thonë se do behet. Sa kohë ka që thonë? Me bëne tani e kemi të gjurë. Nuk kemi shumë kohë me lafë që kemi të gjurë. Zona e është kjo? Kjo është zonë e Gegës. Dhe sa vite ka kjo rrugë në këtë gjendje? Kjo, sa herë që bëhen votimet, mushet prishet prapë. Ska shty gardhet, shty njëre, shty tjetërën, bëhet rruga dhe... Ju qësh jetoni në këto kushte? Flas në dimër, që bien shira në... Me qisme, dimër dhe Me Si mos qisme? më keq, kocka më përfyre. si mos më keq. S'pari do t'i makinë që ngelemi këtej. Ja, më në shkëmë. Dhe po bën më shumë se 30 vjet, po thoni? 35. Po- Shiko, si rrugu bë njëra ajo, po tash u shkatërroi. Me çakull? U be? Apo me asfalt? Po që asfalti, po jo jeti në... ajo sere selenici që është e zik që bëjë gjë atje ma ta, i themi ne të qes me qolles edhe u prish prap. Vetëm kaq. Kështu ju është premtuar si rrugë? Me dhe jeni ankuar? Do bëhet, një e thot e ka nafta, një e thot e ka bashkia dhe s'merret vesh kjo punë. Jetohet në këto kushte? Po tash për tjetuar si jetohet, po dhe neve ç'a të bëjmë. Shumë e shkatëruar zonjë. Edhe ka mundësi të bëhet sa më shpejt për mua si person. Sa familje janë këtu? Bën me gjithë lagjen i themi në Vrim Llavë bën rreth janë 80 familje. Dhe sa vite ka kjo rrugë në këtë gjendje? Kjo është shtrunje në kone Gjoxhi Saliut, e tha nga jo rera bituminore edhe tjetër o ha i themi në fshatarte. Nuk është shtrur asnjëherë. Ja, si që shikoni ja kjo. Si e bëni në kur ka reshje shumë? Skandaloz. Ku ka me? Qysh kaloni? Për të kaluar me çizme. Kemi ca traktora me ai traktori është aty e kam unë. Po ta shikoni edhe është betë sopë trok. Po në behar ka pluhur, ka? Ha? Në behar? Po qa behar me po këtu në behar bëhet tym. Këtu zëmërën gratë, se është kjo zonjë këtu prapë me i të zonjë këtu për para. Këtu të qarqaf bërë këtu. Me 10 minuta edhe ke meri laj prapë. Na thanë që ka dhe munges kanalizimesh, a keni kanalizime këtu Po që ku ka kanalizime këtu, tek neve? Ku ka? Më gjen një vend mua që ka kanal, këtu. Jeni ankur ndonjë? Po ku do ankosh? Bashki? Po socialist unë jam. Po këta dhe këta socialistë u bëjmë kese demokratët. Mos na vi zora asë njëni asë tjetër. Pikë prerë. Ndërkohë që këtu nuk ka kanalizime, si vatiten tokat bujqësore, si ja bëni me prodhimin se unë pash që kishte edhe rrjedhje në tokë të naftës. Po këtu nafta është bes kanalozën me parë që i prish nafta. Nuk ka drejtim fare. Dërsa tokat e shumë dhe, dikush ka bërë një pus me kratë e veta, me buxhetin e vetë, ka bërë një pomë, blerë një pomë, pa ditë për pjesën e vetë. Tjetër nuk ka vaditje. Po prodhimi ka dëm? Po si s'ka dëmë, nafta. Nafta është ajo që djek hekurin. Po bimin e ke të tharë kur duash. Pemën e ke të tharë në nafta. Pra nuk po mbillni dot tokën. Mjedhë, ku do mjedhë, pa më thojë mua ti ku do mjedhë, ku gjithë, bërë.